Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Ai Muhamedi umrole u kthye me fytyrë. Shkaku i shpaljes së këtyre ajeteve ishte vajtja e një besimtari të verbër te profeti A.S. për ta pyetur rreth fesë dhe për të mësuar prej tij. Gjithashtu, në të njëjtën kohë, te profeti A.S. vajti edhe një pasanik po për të pyetur. Profeti A.S. që ishte shumë i përkushtuar në udhëzimin e njerëzve, anoi më shumë për udhëzimin e pasanikut që ai të pastrohej dhe, në një farë mënyre, e shmangu pak të verbërin e varfër që ishte besimtar. Por Allahu i lartësuar e qortoi profetin e tij të dashur për këtë zgjedhje, që nuk ishte më e mira që duhej të bënte. Qortimi ishte i ëmbël dhe shumë i ngrohtë. Allahu i lartësuar na përshkruan të gjithë ngjarjen. Nga se erdhi pranë i verbëri. Ai u vren dhe ktheu kurizin kur i erdhi i verbri. Kuptimi, ai arrudi fytyrën dhe ktheu shpinën kur pas se i verbëri po afrohej, ndërkohë që ai ishte duke ftuar në islam pasanikun. Por Allahu i lartësuar na tregon dobitë më dha që vijnë së bashku me ata që e kërkojnë dijen sinqerisht. E kush të dëfton ty, ndoshta ai dëshiron të pastrohet nga mëkatet. E ku mund ta dish ti, ndoshta ai dëshiron të pastrohet, domethënë, ky që po të vjen, i verbëri varfanjak, kërkon që të pastrohet nga cilësitë e keqija dhe të stoliset në cilësitë e mira, në të cilat të uzon fjala e Zotit dhe e profetit e tij. Për këtë arsye, një njeri i tillë duhet respektuar dhe trajtuar me dashuri, kujdes dhe përkushtim. Ndaj ti nuk duhet treguar asnjë shenjë pakënaqësie, qoftë edhe me mimik, edhe kur kërkuesi i dijes nuk e vëren një gjë të tillë. Njerëz të tillë, kur mësojnë diçka të re nga Allahu dhe profeti A.S. përfitojnë prej saj dhe punojnë në të. Në këtë mënyrë, ata pastrohen dhe ngrihen më lart në grada, siç thotë i lartësuari. Ose të këshillohet e ti sjell dobi atij këshillimi. Ose të këshillohet dhe këshilla ti bëj dobi. Këta janë ata që përfitojnë nga mësimet e Zotit dhe të profetit A.S. Kjo, padyshim, është një mirësi shumë e madhe, se cilësi duhet kushtuar vëmendje, sepse pikërisht për atë janë dërguar profetët dhe atë synon që thirrjes në fe. Përfundimisht, përkushtimi ndaj atyre që kërkojnë të vërtetën dhe që duan të pastrohen, është detyrë shumë e rëndësishme. E atij që është i pasur reprezentohet si i panevojshëm për të besuar. Ati cili mendon se nuk ka nevojë për Zotin, ti atij i kushton vëmendje. Ndërsa angazhimi me ata që e shohin veten të pavarur dhe mendojnë se nuk kanë nevojë për porositë e Zotit dhe të profetit, me ata pasanik mendjemdhenj që kërkojnë të bien në sy dhe të dëgjojnë veç se ku shkon nga pas, pra, ky angazhim nuk duhet të jetë me parsor se përkushtimi ndaj të tjerëve që janë më të mirë. Mendjemdhenjt nuk interesohen për të mirën, sepse ata nuk e preferojnë atë, prandaj angazhimi me ta dhe lënia me njanë të përkushtuarve nuk është zgjedhja më e mirë. Ti nuk e ke detyrë pastrimin e tyre, me gjithë përkushtimin dhe dëshirën tënde që ata të udhëzohen. Ati po i kthehesh. U tefsiru sura Abese, ajet 5. Sepse, ti nuk e përgjegjësi, nëse ai nuk don të pastrohet e besoj. Ti nuk e përgjegjësi, nëse ai nuk dëshiron të pastrohet. Ndërsa ai që vjen tek ti duke nxituar dhe me droj, ti atij nuk i jave veshin. Nuk është detyrë dhe as përgjegjësia jote që ata të pastrohen nga e keqja e tyre. Kjo na kujton një parim shumë të njohur, që thotë një çështje e ditur mirë nuk lihet për një çështje të dyshimt, ose një çështje me dobi të sigurt nuk lihet për një tjetër me dobi të supozuar dhe të pasigurt. Ky ajet tregon, gjithashtu, se është detyrë përkushtimi dhe përkujdesja ndaj nxënësit të dijes, që kërkon prej te dije dhe njohuri. Nxënësi i përkushtuar meriton përkujdesje dhe trajtime të veçantë se të tjerët. E atij që të vjen ty duke nxituar për këshillim. U tefsiru sura Abese, ajet 7. Dhe ndjendraj. U tefsiru sura Abese, ajet 7. E ti atë nuk po e merr në konsiderim. U tefsiru sura Abese, ajet 7. Mos vepro ashtu. Ato janë këshilla. Kur mos vepro ashtu. Në të vërtetë këto janë këshilla, ky është një kujtim me të cilën Allahu i lartësuar këshillon dhe mëson adhuruesit e tij. Nëpërmjet këtij libri madhështor, ai u mëson adhuruesve të tij atë që ka nevojë dhe u bën të qartë udhën e drejtë nga e gabuara. Pra, të gjithë mund të përfitojnë nga ky udhëzim. Allahu i lartësuar u ka ofruar udhëzimin e tij të gjithëve dhe ai që dëshiron mund ta pasojë rrugën e mbar. Kush të doj, le të mësoj. Dhe kush dëshiron me mësim, ai që dëshiron vërtet udhëzimin dhe rrugën e lumturisë, e ndjek atë, ndërsa ai që nuk e do udhëzimin, nuk e ndjek atë. Secili bën një zgjedhje të lirë dhe Allahu i lartësuar bën që udhëzohet në rrugën e drejtë atë që ai dëshiron, sipas urtësisë dhe dijes së tij absolute. Në një ajet tjetër, i lartësuari thotë dhe thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj e kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj. Për jo besimtarët,
ne kemi përgatitur një zjarmure të cilit do t'i rrethojnë ata, e nëse kërkojnë shpëtim, do t'u jepet ujë nxehtë si bakër i shkrirë që do t'ua përveloj fytyrën. Sa e tmeshme është ajo pije. Sa vend i keq është ai. Kejf 29 me pas, Allahu i lartësuar përshkrua në gradën e lartë të librit madhështor. Ai thotë në faqet e Kuranit të çmueshme. Ai Kurani ndodhet në faqet e çmueshme, të lartësuara e të pastra. Fletët e librit janë shumë të larta në gradën e tyre. Ato janë të pastra nga çdo mangësi dhe shtrëmbërim. Ato nuk mund të trazohen nga duart e shejtanëve apo të shfrytëzohen prej tyre. Ata të mallkuar nuk mund të vjedhin apo shkërpusin gjë nga ky libër i pastër. Fletët e pastra me këshilla dhe mesime të çmuara qarkullojnë nëpër duart e melekëve, të lartësuara të madhrueshme, të pastra. U tefsiru sura Abese, ajet 13. Me duart të shkruese e angjeve. Në duart të udhëtuese, melek të ndeshëm e po mirë. Këto melek, të cilësuar si kiramin barara, udhëtojnë mes Zotit dhe krijesave. Kiram do me thënë, të mbushur me mirësi, begati dhe bekem, ndërsa barara do të thotë, të mirë në shpirt dhe të mirë në veprat e tyre. Allahu i lartësuar përkujdeset për librin e tij duke vendosur sikurjerë këta melek të bekuar, të mirë, të fuqishëm, të bindur, që kur nuk lodhen nga adhurimet që i përkushtojnë atij. Allahu i lartësuar e ka ruajtur librin nga ndërhyrjet e shejtanëve. Kjo na bën që ta pranojmë dhe besojmë plotësisht këtë libër, pa as me të voglen me dyshje. Çdo gjë e përmendur në të duhet të besohet plotësisht dhe çdo dispozitë e tij duhet të trajtohet me respekt dhe kujdes të madh. Atje është udhëzimi dhe drita. Atje është shpëtimi dhe mirësia. Megjithatë, njeriu përsëri refuzon ta pranojë dhe ta besojë këtë dhuratë kaq të vyrë të Zotit të tij. Për këtë arsye, i madhruari thotë: Të ndeshëm dhe të drejtë. U tefsiru sura Abese, ajet 15. Mallkuar qoftë njeriu. Sa i mirënjohës që është ai. Shkatëruar qoftë njeriu. Sa mohues i keq është ai. Sa mohues i paturshëm i mirësive të Zotit që është njeriu. Sa ashpër dhe e paskrupullë është urrëtia dhe armiqësia e tij ndaj të vërtetës, edhe pas qartësimit të saj në mënyrë të plotë dhe të pakundërshtueshme. Dhe të mendosh se çfarë është njeriu dhe nga çfarë është krijuar. Prej çkaje se krijoi ai Perëndia atë njeriu. Prej çfarë gjëje krijon Zoti atë? Prej një pike e krijon dhe përcakton gjithçka. Allahu i lartësuar e krijon njeriu prej një lëngu të përbuzur, prandaj njeriu është një krijesë shumë e dobët në fillesat e tij. Allahu i lartësuar e përcakton dhe e krijon atë në formën që dëshiron. Është përsëri ai që i dhuron njeriu të forcat e jashtme dhe të brendshme, nëpërmjet të cilave ai jeton në këtë botë, madje edhe sundon në të. Prej pikës së farës e krijoi dhe përgatiti për të çdo gjë të dobishme. U tefsiru sura Abese, ajet 18. Dhe pastaj e lehtësoi rrugën e lindjes. Pastaj rrugën ja lehtëson. Është Allahu i mëshirshëm dhe i urtë ai që ja lehtëson rrugën kësaj krijese, që quhet njeri, duke i mundsuar atij çdo mjet dhe ndihmë të nevojshme për të arritur të mirat e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Është i gjithdituri ai që ja hap njeriu sytë e zemrës për të gjetur të mirën dhe për t'u larguar nga të keqia. Allahu i mëshirshëm dhe i urtë ja qartëson njeriu të rrugën e drejtë dhe ndihmon atë në këtë drejtim, nëse ai përkushtohet sinqerisht dhe vërtet e dëshiron një gjë të tillë. Është po ai që e vën në provë njeriu duke udhëruar dhe duke e ndaluar atë. Ai ka vendosur për të kufi dhe ligje që duhet t'i respektojë dhe t'i verë në jetë. Allahu e krijoi këtë jetë që njerëzit të mbjellin në të atë që do të kurin në jetën e pasosur. Pas kësaj, ai ja caktoi vdekjen dhe bëri që të varoset. Pastaj e vdes dhe e varos. Allahu i lartësuar ka përcaktuar për njeriu që jeta e tij të ketë një fund në këtë dynja. Me pas, ai nderoi njeriu duke udhëruar që për të ketë një varr dhe nuk e bëri si krijesat e tjera, të cilat qelben dhe thohen bide. Dhe, mandej kur të doj ai, e ringjall. Pastaj, kur të dëshiroj, e ringjall. Allahu i lartësuar do ta ringjall njeriu pas vdekjes për t'i dhënë shpërblimin e merituar me drejtësi, sipas veprave që ka bërë dhe sipas korrekcisë në ruajtjen e kufive të tij. Në të vërtetë, ai, njeriu, ende nuk i ka plotësuar ato që i ka urdhëruar ai. Megjithatë, njeriu ende nuk i zbaton ato që Allahu urdhëron. Megjithse Allahu i lartësuar është i vetmi që ka në dorë gjithçka nga sa u përmend, njeriu përsëri tregohet mosperfillës ndaj udhëresave dhe kufive të të madhruarit. Me pas, Allahu i lartësuar e nxit njeriu që të meditojë mbi ushqimin e tij. Le të shikojë njeriu në ushqimin e vet. Le të shikojë njeriu ushqimin e vet. Ne lëshojmë ujë me mbusholli. Pastaj e çojmë tokën e thellësi, le të mendohet njeriu për fazat në të cilat ka kaluar ushqimi, pa të cilën ai nuk mund të jetojë, dhe le të kuptojë se sa i varur dhe nevojtar është për mëshirën e Allahut, që ka mundsuar dhe rregulluar çdo të mirë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Mos
Vallë është njeriu ai që e bën shiun të bjerë nga lart, me aq mirësi dhe begati. Pi çuditshmos është ai që urdhron shiun të bjerë në pika të vogla dhe aqëmbëlsisht për të ushqyer njerëzin dhe gjithçka tjetër. Pi çuditshmos është njeriu ai që e çan tokën për bimësinë dhe krijon për të çdo kush të nevojshëm nëpërmjet tokës, ajrit, diellit heq. Pi çuditse, ne kemi derdhur ujëra shira të bollshme. U tefsiru sura Abese, ajet 24. Pastaj e kemi plasaritur tokën me qarje. U tefsiru sura Abese, ajet 24. Dhe bëjmë që nga ajo të rritën driterat. Dhe bëjmë që në të mbijnë dritera. Mos, vallë, është njeriu ai që i bën bimët të dalin dhe të rriten? Pe çudit se jo. Ai është Allahu i gjithëmshirshëm dhe fuqiplot. Ai nxjerr prej tokës driterat me të gjithë larminë e tyre dhe e rushi e perimet. Edhe e rushë perime. Është i lartësuari që, me mirësinë e tij, i ka dhuruar robërve rrush dhe perime të gjitha llojeve, aq të mira, të dobishme dhe të freskëta. Dhe ulliri e palma. Edhe ullinje e hurma. Ai na ka falur edhe pemë të tilla, si ulliri dhe humat, të cilat mund të magazinohen dhe ruhen për të përdorur gjatë. Këto pemë kanë shumë vlera ushqyese dhe kuruese. Allahu i lartësuar veçon 4 kategoritë me sipërmet e frutave dhe perimeve për të treguar rëndësinë e madhe të tyre. Dhe kopshet e dëndura. Edhe kopshet e dëndura. Allahu i lartësuar dhe i mëshirshëm na ka dhuruar edhe kopshet e dëndura, me bimësi dhe shtas, pije të bukura dhe të dobishme për jetën tonë, dhe pemë të barishtet. Edhe pemë kullota, Allahu i lartësuar ka bërë për njerëzit pemë dhe shumë bimë aromatike e të shishme, si portokalli, limoni, sheka, fiku, ananasi, ujeti. Ai u ka mundësuar atyre dhe kullota për kafshët që mbajnë. Të gjitha këto, i lartësuar i ka krijuar për të shprehur mëshirën dhe mirësinë e tij ndaj nesh, prandaj thotë: Për ju dhe bagetin tuaj. Si furnizim për ju dhe për bagetin tuaj. Allahu i lartësuar i krijoi dhe i nështroi ato për ne. Çdo kush që vështron dhe mendon për këto mirësi do të arrijë në përfundimin se mirënjohja ndaj Zotit është e detyrueshme dhe do të përpiqet maksimalisht për të kthyer tek ai i penduar dhe i bindur. Meditimi mbi mirësitë e Zotit ndihmon për të qenë të bindur ndaj porosive të tij dhe për të besuar fjalën e tij. Kur të arrijë zëri i madhëshudhues. Por kur të vi ushtima, kur të dëgjohet ushtima e kiametit, nga zhurma e secilës buqasin veshët dhe tronditen shpirtrat, a ditë njerëzit do të shohin tmerrin me sy. Frika do të jetë shumë e madhe dhe çdo kush do të dëshironte që të kishte qoftë edhe një vepër të mirë, sado e vogël qoftë ajo, për të shpëtuar dënimit të asaj dite të vështirë. Në ditën kur njeriu ikën nga vëllai i tij. Ajo është dita kur njeriu ikën prej vëllait të vet, prej nënës dhe prej babait të vet, prej gruas dhe prej fëmijëve të vet. Atë ditë, askush nuk do të pyes për asgjë dhe për asnjë në këtë botë. Çdo kush do të shqetësohet vetëm për veten e vet. Madje, në ato momente, njeriu do të braktisë edhe njerëzit më të dashur dhe më të shtrenjtë të tij, sepse tmerrja është shumë i madh, dhe nga nëna e babait i tij. U tefsiru sura Abese, ajet 34, dhe nga bashkëshortja e fëmijët e tij. U tefsiru sura Abese, ajet 34. Atë ditë, çdo njeri është i preokupuar me gjendjen e vetvetes. Atë ditë, çdo njeriu i mjafton çështja e vet. Çdo kush do të shqetësohet vetëm për veten dhe për të shpëtuar nga ndëshkimi. Asgjë dhe askush nuk i hyn më në sy. Ajo është dita kur njerëzit do të ndahen në 2 grupe, të shpëtuarit, që do të lumturohen në kënaqësinë dhe në mëshirën e Allahut të lartësuar, dhe të dëshpëruarit, që do të vuajnë ndëshkimin e të drejtit të përpushtetshëm. Ata do të dallohen nga fytyrat e tyre. Disa fytyra atë ditë shëndrisin. Atë ditë do të ketë fytyra të së ndritura, të buzëqeshura e të gëzuara. Fytyrat e fatbarëve do të jenë të së ndritura, në të cilat do të dallohet qartë kënaqësia dhe mirësia që përjetojnë, kur përgëzohen me shpëtimin nga zjarri dhe hyrjen në xhenetin e mirësive të përjetshme. Ato do të jenë fytyra të qeshura dhe të gëzuara, të qeshura të gëzuara. U tefsiru sura Abese, ajet 38. Kurse disa fytyra atë ditë pluhurosen. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura që i kanë mbuluar errësira, ndërsa fytyrat e të mjerëve do të jenë të mbuluara nga pluhuri dhe errësira. Ata do të jenë shumë të dëshpëruar, sepse nuk shpresojnë asnjë të mirë dhe janë plotësisht të sigurt për dënimin që do të vuajnë përjetësisht. Ata meritojnë këtë ndëshkim, sepse janë mohus dhe shkelës të kufive të Zotit. I lartësuari thotë: errësira do t'i kaploj. U tefsiru sura Abese, ajet 40. Këta janë jo besimtarët, të korruptuarit. Këta janë mohusit, gjinaqarët. Ky do të jetë përfundimi të gjithë atyre që mohojnë mirësitë e Allahut,
që nuk i besojnë shpalljet e tij dhe guxojnë të shkeljen dhe kufit e tij. E lutim Allahun e lartësuar që të na ruaj dhe të na shpëtojë. Ai është vërtet bamirës i madh dhe bujar.